Në vitet e para, pas luftës së dytë botërore, Shqipëria nisi një rrugë të re. Brenda pak dekadash, një vend bujqësor u kthye në një shtet që prodhonte gjithçka, nga traktoret e parë në Tiranë e deri te çeliku i Elbasanit, nga tekstilet e Beratit e Shkodrës te rafineritë e naftës në Ballshë Fier. Në vitet 70 e 80, Shqipëria kishte mbi 2500 ndërmarrje shtetërore industriale, qindra fabrike e uzina që funksiononin me turne të pandërprer. Kombinati metalurgjik i Elbasanit ishte krenaria e industrisë shqiptare. Kombinati naftës në Ballshë, uzina e qimentos në Fushkruj, fabrika e sheqerit në Malik, ajo e traktorëve në Tiranë, uzina e plerave kimike në Fier, e tekstileve në Shkodër e Berat, të gjitha ishin pjesë e një rrjeti gjigant prodhimi që ushqente tregun vendas dhe mbronte idealin e pavarësisë ekonomike. Në atë kohë, fabrika nuk ishte thjesht vend pune, ishte simboli i epokës. Aty punohej, mësohej, bëhej kulturë. Çdo qytet kishte uzinën e tij, çdo fshat kishte kooperativën dhe çdo punëtor ishte pjesë e një idealit përbashkët. Shqipëria ishte një ndër vendet më të industrializuara në Ballkan për nga numri i fabrikave për frym. Por kjo industri, e ndërtuar mbi sakrificë dhe ideologji, fshehte brenda saj një dobësi të madhe, mungesën e konkurrencës, të modernizimit dhe të hapjes me botën. Teknologjitë ishin të vjetruara, pajisjet punonin me ritme të ulta, eksportet ishin të kufizuara. Vendi ishte izoluar dhe çdo prodhim ishte për konsum të brendshëm. Në kulmin e saj, industria shqiptare përbënte mbi 40% e ekonomisë kombëtare, por nuk kishte baza të forta tregu për të mbijetuar në një botë të hapur. Në fund të viteve 80, sistemi filloi të lëkundej. U shfaqën shenjat e para të krizës, mungesa e lëndeve të para, rënja e prodhimit, mungesa e investimenteve. Ndërmarrjet punonin me kapacitete të ulta, ndërsa punëtorët shihnin se entuziazmi nuk mjaftonte më për të mbajtur gjallë makineritë e lodhura. Pas vitit 1990, me rënjen e regjimit komunist, Shqipëria hyri në një epokë të re, epokën e tranzicionit. Ishte një periudhë shprese dhe konfuzioni, e shoqëruar me premtime për demokraci dhe ekonomi të tregut të lirë. Në vitin 1992, Sali Berisha mori drejtimin e vendit dhe nisi reformat më të forta ekonomike që kishte parë ndonjëherë Shqipëria. Në fillim, programi i tij u quaj Terapia e Shokut, një përpjekje për ta kaluar vendin menjëherë nga ekonomia planifikuar në ekonominë e tregut. U liberalizuan çmimet, u hoqën subvencionet, u shpërdhan pronat dhe u nisi një val privatizimesh të shpejta. Por, në vend të rindërtimit, filloi shkatërrimi. Fabrikat e mëdha shtetërore që kishin mbajtur gjallë qytete të tëra mbetën pa financime, pa treg, pa mbështetje. Makineritë u ndalën, punëtorët u larguan, ndërtesat filluan të boshatiseshin. Në shumë raste, uzinat u shitën për skrap. Procesi i privatizimit u shoqërua me korrupsion, me mungesë transparence dhe me mungesë vizioni afatgjatë. Disa ndërmarrje u shitën për pak para, të tjera u morën nga persona pa përvojë vetëm për të mbyllur më pas. U shkatruan linja prodhimi që mund të ishin modernizuar dhe u humb një trashëgimi e tërë teknike shkencore. Në vitet 1993-1997, industria shqiptare ra me mbi gjysmën e kapacitetit të saj. Nga 43% e GDP-s që zinte në fund të viteve 80, ajo zbriti në më pak se 20% brenda pak vitesh. Qindra mijëra punëtor humbën punën. Qytete si Elbasani, Ballshi, Laçi apo Kuçova ra në varfëri. Nga zemra industriale të vendit, ato u kthyen në qytete të harruara me rrugë të pluhurosura dhe uzina të shkatërruara. Shumë njerëz e kujtojnë ende atë periudhë si ditët kur u shkatërrua gjithçka. Ishte një kohë ku makineritë u pren, magazinat u boshatisën dhe një pasuri që kishte kushtuar dekada ndërtimi u zhduk në pak muaj. Të tjerë thonë se shkatërimi ishte i pashmangshëm, se industria e Hoxhës ishte e brisht dhe e pamundur për të mbajtur në një treg të lirë. Por faktet mbeten. Qeveritë e para të tranzicionit, veçanërisht gjatë periudhës së Sali Berishës, nuk kishin një strategji për të shpëtuar industrinë. Në vend të modernizimit, u zgjodh rruga më e lehtë, mbyllja. U dogjën dosje, u prishën makineri, u shitën për skrap edhe ato që mund të shërbenin. Në shumë qytete, njerëzit u detyruan të emigronin, sepse fabrika ishte jeta e tyre dhe ajo jetë kishte marrë fund. Në këtë rrëfim të gjatë historisë shqiptare, industria është si një monument i rënuar që tregon dy fytyrat e Shqipërisë, atë të sakrificës kolektive dhe atë të dështimit tranzicional. Sot, rënojat e uzinave të dikushme janë dëshmitar të heshtur të një epoke që ndërtoi shumë dhe humbi gjithçka. Në Elbasan, Ballshë, Laç apo Tiranë, ndërtesat e mëdha me tulla të kuqe mbeten si kockat e një trupi të dikushëm që frymëmerte përmes punës. Ato janë kujtimi i një kohe kur fjala prodhim kishte kuptim, kur çdo qytet kishte një aromë të vetëm fabrike, kur njerëzit ishin krenar që punonin në uzinë.